Statistika alarmante, të rinj në vend fillojnë pirjen e duhanit në moshën 13 vjeçare dhe 40% e popullsisë deri në moshën 18 vjeç janë duhanpirës sipas hulumtimit të fundit të Institutit të Shëndetit Publik. Megjithse shitja e duhanit për personat nën 18 vjeç është ndaluar me ligj, analizat e organizatës Think Tank tregojnë se ndalimi shpesh nuk respektohet. Tamara Mjović Spasova thot se ka vend për rritje të akcizës, që do të rriste çmimin e cigareve dhe do t'i bënte ato më pak të arritshme për fëmijët. Numrat janë alarmues dhe le të themi se jemi për popullsinë e rritur. Tashmë është në rregull. Populli i Maqedonisë pi duhan, por le të ndikojmë tek të rinjët. Le të jemi një shembull pozitiv për ta që të mos fillojnë me këto zakone të këqija, sidomos jo me produktet e reja që na ofrohen në treg si ato elektronike dhe ato që janë në ngrohje, se janë një variant i sigurt që nuk do t'ju pengojë, deklaroi Tamara Spasova. Ministria e Arsimit, Vesna Janevska, thot se përmes programeve arsimore ndërmarrin hapa për të edukuar të rinjt që mos përdorin duhanin. Ajo që ne po bëjmë në arsim, e cila në fakt është mënyra më e mirë për të parandaluar dhe shmangur abuzimin e substancave të dëmshme, është se në arsimin fillor dhe të mesëm, temat e arsimimit shëndetësor janë të pranishme në lëndë të ndryshme dhe këtu është një risi në klasën e 7 këtë vit është aplikuar lëndë zgjedhore, po mësoj për shëndetin tim, tha Vesna Janevska, ministre e arsimit. Sipas hulumtimit të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik, 45.4% e të rriturve janë duhanpirës aktiv, ndërsa persona që nuk kanë konsumuar kur duhan janë 39%. Mesatarisht një duhanpirës aktiv konsumon deri në një paketë në ditë. Nga dje, një pako cigare u shtrejtua për 10 denar.